Plagosur me armëzjarje në Tiranë, policia zbar dinamik në ngjarjes. 18 vjeçaria u veçëllua arrestohen 2 persona. Policia e Tiranës ka zbardhur plagosjen me armëzjarje të një 18 vjeçare pak pas mesnatës së të shtunës 14 shkurt në një hotel në zonën e Saukut në kryeqytet. Sipas uniformave blu, nga kqyrja paraprak e kamerave të sigurisë rezultoi se ngjarja ka ndodhur në ambientet e një subjekti në Sauk, ku 18 vjeçaria dyshohet se është vetë plagosur me armëzjarje. Të arrestuarit janë Vladimir Gjuta dhe Mirvete Rexhmati Gjuta. E reja me inicialet NK, pasi është vetë qelluar, është dërguar në spital nga shtetësja me inicialet MRG dhe shtetësi EG 24 vjeç. Ndërkohë, lidhur me ngjarjen, 2 persona janë arrestuar, ndërsa 3 të tjerë janë shpallur në kërkim për mos kallëzim krimi dhe se kanë prishur provat në vendin e ngjarjes. Në pranga kanë shtetasit me iniciale VG 46 vjeç dhe MRG 48 vjeç, ndërsa në kërkim u shpallën dhe shtetasit me iniciale SG 49 vjeç dhe EG 24 vjeç, si dhe shtetasi me inicialet EG 22 vjeç për veprat penale, mos kallëzimi krimit, veprimtari që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe armbajtje pa leje. Ndërkohë, vjon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e armës së zjarrit të përdorur në ngjarje, njoftimi policisë. Zbardhet ngjarja ndodhur pak pas mesnate ku një 18 vjeçare u vetë plagos me armëzjarje. Arrestohen 2 shtetas dhe u shpallën në kërkim 3 të tjerë. Më datë 14/2/2026 rreth orës 00:15 në spital është paraqitur plagosur me armëzjarje shtetasja në këtë 18 vjeç, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga veprimet e shpejta hetimore të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve kundër jetës dhe pronës, si dhe nga kqyrja e kamerave të sigurisë, rezultoi se ngjarja ka ndodhur në ambientet e një subjekti në Sauk, ku 18 vjeçaria dyshohet se është vetë plagosur me armëzjarje. E dëmtuara është transportuar në spital dhe shtetësja MRG dhe shtetësi EG 24 vjeç. Në vijim të veprimeve procedurale u arrestuan në flagrancë shtetësit VG 46 vjeç dhe MRG 48 vjeç për veprat penale, mos kallëzimi krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. U shpallën në kërkim shtetasit SG 49 vjeç dhe EG 24 vjeç për veprat penale, mos kallëzimi krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, si dhe shtetasi EG 22 vjeç për veprat penale, mos kallëzimi krimit, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe armbajtje pa leje. Këta shtetas dyshohet se kanë prishur provat në vendin e ngjarjes dhe nuk kanë kallëzuar krimin. Vjon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e armës së zjarrit përdorur në ngjarje, si dhe për kapjen e 3 shtetasve të shpallur në kërkim me qëllim dokumentimin e plot ligjor të rastit. Materialet procedurale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.